Këtu nuk është problem dëm ekonomik, këtu sollën gjakderdhje, vrasje, varre. Dhe kjo situatë detyroi një pjesë madhe të popullit shqiptar të braktisat dhe unë. Ja Shqipërisë, Greqi, Itali, kudo. Dhe sot, nga to drama, janë 2.107.000 shqiptarë që ka braktisur atë dheun e tyre. Po si shpegohet që reagimi i popullit shqiptar është largimi dhe jo rezistencë? Në vend që ky popull të organizohet dhe të tregon me vendin të ashoquat e politikanë, se këtë se politikanë, që të drafare, përdorën në rrugën e rebelizmit në largimit nga Shqipëria. Dhe 78% dhe kësa popullësie janë në moshën 15-70 vjeç. Dhe në Shqipëri tani janë 780.000 pensionistë, të cilët kanë ngelur shumica pa fëmijë. E vërtet. Dhe është një dramë sociale shumë e vërtet. Dhe nga këta 780.000 pensionistë, 500.000 pensionistë e kanë pensionin nën 200.000 luftët bukë. Dhe nga këta 500.000 janë 280.000 në fshat, 120.000. Ky është krim njerëzor. Ashtu si është bën Izraeli krim njerëzor duke vrarë njerëzit, ky është krim njerëzor duke vrarë pa bukë dhe varfëri. Dhe kryeministri Rimi Ajer. Dhe ja bën rrogën të ardhmujore të deputetit 4.800.000 rrogë të ardhmujore. Kur në fshat 120.000. Si mund të pretendosh që ke drejtim politik dhe drejtim shtetëror për këta dhe për të popull? A kuptosh ashtu të Shqipëria? E kuptoj shumë mirë. Dua të ndalem sërish tek historia juaj. Ktheu Turqi. Dua të ndalem fiks te momenti nga zbulimi që kaluat në diplomaci. Bravo. Tani, unë jam në kuadrot ndosha i vetmi që nga inteligjenca ushtarake, zbulimi qëtë inteligencë, sigurisht. Inteligenca ushtarake, 9 vjetja shtetit, pasaj në ndërën e zbulimit, unë kalova në diplomacinë ushtarake. Diplomacia ushtarake u quajtur me ndryshimin e sistemit se është vazhdimi i inteligjencës ushtarake. Sigurisht. Por inteligjenca ushtarake në lutë e ftohtë kishte detyrë e thithjes së informacioneve për kërcimin e vin, ndërsa diplomacia ushtarake është diplomacia e tavolinës. Armiq të ulësh tavolinë, të shmangësh kërcënimet dhe të shmangësh luftrat në një rrugë diplomatike. Është artë. Është artë, të cilën unë fatmirësisht në Turqi, nga arsimimet që bëra në Turqi, ju të hoqëva në 3 marrë Akademi Turqi. Shumë vlerësime ishit në Turqi. Dhe ishte i vështirë kalimi? Nga zbulimi në diplomaci? Ishte i vështirë sepse ardhja partia kështë ardhë pushtet, neve në shekonte me syrin më të keqë. Po. Dhe një nga shkaqet që unë vazhdova ato ishe 2. Nevoja urgjente që doli për një kuadrë shumë të aftë, njëse turqisht dhe Turqin, dhe të ishe me kystë bardhë. Dhe lini problemi do viti Turgut Özali. Vizita e pare, presidentë huaj Shqipërisht bërë nga Turqia. Ashtu dhe vizita ushtarake është bërë nga shefë shtatëmorës Turqia. Dhe lini problemi, në duhet i kuadrë, si do bëjmë këtë rapëja. Dhe Alfred Mojsiu ishte ministër mbrojtje, me të cilun kam punuar. Dhe pasaja erdi Berisha, Adem Shobani, që bëshë Berisha, ishe këshiltarë, tha ne kemi një kuadrë në zbulim, të thasat e Shobani këtë neve. Dhe më thirë mua, i lodhur unë. Mere ma gjithë e luft. Shkatrime ku do Shqipëri. Qa zboj? Kësha menduar që avash ashtë dargosha. Cilat ishin opcionet që kishit në atë ko? Po unë mund me resha mjaftë mirë, pedagog, mund t'i keja shtetit farë familjarisht, mund t'filla bizneseve Turqinë. Kësha mundësira. Po. Dhe më thirën, dhe më thanë, edhe pse kështu o kështu, ne dështërojmë të jesh pjesa jonë dhe të emërojmë shefin e degës bashkëpunimit Shqipëri-Turqi në kabinet e ministrë mbrojtjes. Dhe për kësë zyrtari gjusë turke. I menduar, fillova Safet Zhulani ministrë mbrojtje. Ki parasysh nuk ka për njëni, po nivelli i leadershipit politik dhe ushtarak ishe mjeran. Sepse të pretendosh të kalosh të një shtet demokratiko-ligjor dhe të bësh pjesë e antarësimit të NATO, do të thot
të kishe vlera kulturore, arsimore, shkencësore të asaj bote. Sigurisht. Ku në fatikisht asë mund diskutoj fare. Puna ime jashtë shtetit, 9 vjetë, Akademia që bëra Sabol, takimet e shpeve të huajt, mua më kështë civilizuar shumë në drejtimin. Dhe që është e vërteta, Zhulari nuk nisë Zhular, unë i kësha një nga mbështesit, fjalë pa dhe që i bëje gjithë shka gati. Pavarësisht se aji bërë gabimin e math, që vuri kontrolin partjak dhe emrimet vetë partjake në ushtëri. Por, e solla 4 herë Turqie. Dhe të 4 herët ka protokoll bota, unë i bëra takimin e Demirelil. Ministri e Brotit, efton Ministri Brotit, efton aji presidenti. Unë të gjithë ministrat e Brotjes, gjatë kohës kam qenë ata shoqëror Turqie, Safet Zhulalit, Shakir Vukajt, Sabit Bokshlon Hadraka, unë kam bërë takimet nga presidenti, kryeministri, kolegët e tyre, komandant formatosur. Ishte e vështirë për ju për të krijuar nivele në rang kaq të lartë politik në Turqi? Si e shikonin ata Shqipërinë atë kohë? Në periudhën që unë qesh në Ministrinë e Mbrojtjes diplomasinë ushtarake që krijuava, të gjitha delegacionet politike dhe veçan ushtarëve në Turqi, unë isha koordinatori dhe përkthyesi zyrtar. Dhe unë, duke më parë mua ata prezantimin, përkthimin, koordinimin, vlerat, ambasadori Turk me tin onë e korqët dhe emër, kur vajti dhe president Berisha i thanë, po diskutoni e emërimin ata shokë ushtarak Turqi, për 2 shtetet kështë një nëmi sakt, para kryuan bindje 2 kratë. E kuptoj. Sepse unë rria largë partivet, shikoja vetë detyra shtetërore, nuk merresha me asnjë lloj si bësh në atë themet, dhe kjo mua dhe ç'është e vërteta, unë kam qenë i lëkundur të vejat mos veja.